Erdhët në rubrikën më të re Skincare with Dojna. Okej, kjo rubrika nuk ekziston thjesht e shpika tani, por e rëndësishme është që ne këtu flasim për kujdesin e lëkurës, duke qenë se gjithmonë më tepër marr komplimenta për gjendjen e lëkurës time, që vjen si rezultati një rutine shumë rigoroze që unë bëj dhe në darkë edhe në mëngjes. Mendoj se disa nga produktet cilat unë i kam testuar, i kam provuar për një kohë të gjatë, është mirë që të ndihmojë edhe të tjerët, edhe ti ndaj, edhe ti tregoj realisht produkte që e bëjnë diferencën. Sot do të flasim për Jenna Bell. Është një nga markat më in të momentit, do ta keni parë kudo në rrjetet sociale, për ata që interesohen për kujdesin e lëkurës. Kjo për faktin se ka në përbërjen e saj PDRN, që është ADN-ja e salmonit. ADN-ja e salmonit ka një listë shumë të gjatë të benefitesh për lëkurën, po unë flas për veten time dhe për ndryshimet konkrete që unë kam parë në lëkurën time. Vende të caktuara, për shembull, ku kam pasur gjithashtu njolla, vende pak më të errta në lëkurë, mi ka zbehur dhe më ka ndihmuar shumë edhe në zvoglimin e poreve. Ka dhe një të veçantë tjetër që ka disa si kokra në përbërje, që janë vitamina të kapsuluara, të cilat sapo bien në kontakt me lëkurën, lëshojnë të gjitha benefitet e tyre. Ka dhe një efekt shumë pozitiv në linjat e holla, në parandalimin e plakjes, quhet realisht si filler brenda një shisheje. Është një produkt që realisht unë e pëlqej shumë dhe me sa duket edhe lëkura ime, sepse sapo e vendos në më pak se 30 sekonda e thith komplet. Ai do ja u këshilloja ta provonit nëse nuk e keni provuar ende, sepse mund të bëj diferencën në rutinën e lëkurës suaj. Kaq për sot nga kjo rubrika e re që është pika Skincare with Dojna. Ditë mbar. Oh. Pafshin.